mu shfaqen ata veteranët e rrugës, sepse jeta mban kujtimet dhe ne jetojmë vetëm me kujtime. Ajo që dua për të aprovu libri këtu për të thënë se baza e një kombi është familje. Në këtë kohë që ne po jetojmë, që quhet globalizmi, ku sundon teknologjia, ku i shtetet janë vetëm me lëvizjet të lirshme të gjitha, tronditet e familjes janë shumë të rëndësishme dhe duhet një brezëri të vlerësojnë prindërit, ta vlerësojnë martesën si përgjegjësi të dy njerëzve që të luftojnë për të sfiduar vështirësinë. Nuk matet forca e njeriu me shkaqjet që të dihet njeriu lind duke qajë dhe gjithë jetën do të qajë, sepse jeta të lufton. Por sa i fort jetë të ngrihesh, pikërisht Selenisa ne na dha një dashuri të jashtëzakonshme. Kjo ishte arsye të unë erdha në Selenisë. Se në familjen e Selenisës u kam hyrë në të gjithë, por fjalët e mia janë për lagjen partizane. Bashkë me të tjerët, Koçi Pani Bombaj, me Jani Bombaj, Timio Bombaj, Jani Vangjeli, kemi hyrë në çdo shtëpi dhe na prisnin si fëmijët e tyre. Na jepnin materiale dhe ajo që jemi kryesorja në Selenisë nuk ishte hasmëri, nuk ishte urrëti, ishte shumë dashuri. Dhe uroj në të veçantë gjithë brezin e ri, që Selenisën e dikushme që ishte me 10.000 banor, me 2.000 zënës, me mira punëtor punonin në tokë dhe në gjithë sektorët, ta mbajnë të mos ta braktisin.